Edhe pjesëtarët familjes bile më thonin që du të më shpejtu se koha iftarit du të me qenë ti që ke hap tavolinën dhe ushqimet. Po edhe këtë pjesë mësova, dhe më thënë, mirë, shumë mirë, jo keq, mirë. Kam bën edhe një status në Facebook ku kam thënë që nuk do të thotë që unë ndroj besimin tim, po kjo është një pjesë që unë të thash pak para, jam shumë paqësore, kam gjetë veten shumë sigurt dhe shumë të lumtur në këtë pjesë. Por fatit nuk i diet asnjëherë, po gjithsesi unë jam shumë e lumtur në ata që jam, por mirë presim edhe hala më mirë se ju. Mesazhi kryesor për mua do ishte që unë kam bën domethënë më shumë pas një ndërlidhje ndërfetare, edhe pasi edhe kohët e fundit ka pas shumë paragjykime ose nga priftat ose nga hoxha, domethënë që ja kanë keq përdor ndoshta edhe si status, ama unë kisha thënë që me pas një shoqëri sa më të mirë, mos mund dal asnjëherë, edhe pse na e mojmë Ramazan nuk do të thotë që na dalim prej qëllimeve tona ose e kundërta e Ramazanit. Kështu që kisha uru domethënë një Ramazan sa më të qetë dhe sa më paqësor. Në fund, historia e lindës nuk është vetëm për agjërimin, është për kuriozitetin, respektin dhe të qenurit i hapur ndaj tjetrit. Është një kujtesë se vlerat njerëzore dhe shpirtërore nuk kanë barjera. Gati për të mirëpritur të ftuarën tonë të dytë që vjen në studio, edhe pse është e re në moshë, bota e saj është shumë e pasur. Ajo sot do të më flasë për periudhën e saj të lindjes e të jetesës për pak vite në Gjermani, kthimi në Kosovë, e po ashtu, më pas do të ndalemi tek rrugtimi i saj vetëm për në Japoni, pasioni i saj për muzikën dhe puna si DJ, shumë interesante si vajzë, me kënaqësi e mirëpres në studio, Erleta Kadria. Shumë kënaqësi me të rritë në studio. Faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Mirë erdhe. Mirë se u gjeta. Këtu kaçurrelat gjithmonë i kam dash tek të tjerët, se kur si ke vetë, mandej i shijon veç të tjerët. A dojnë shumë kohë për kujdesje, trajtimi, mbajtje shëndosha? Po. Në fakt, dojnë këgja ko, ama tash dyqysh ja ku marrë dorën. E ku mësu edhe... E ke provu në i herë me i botë të drejta? Po. Si dukesh? Hera parë që i ku më drejtu, kur e ku pas semi maturën, edhe mu patën bo deri këtë drejta, ama duk na kitë person tjetër. Edhe se di sa më kanë hije, se dyqysh e mësu me po vetën me kaçurela, po duk na kitë tjetër person. Shkon shumë, është unike, pra kaçurelët janë shumë të veçanta në dukje. Faleminderit të njerë që më erdhe, po ju tregoja pak shikuesve për ty, tash do të flasim për shumë çka, nga pak, se s'kemi edhe fort kohë, me që edhe pse e re në moshë, përjetimet e tua dhe eksperienca deri tani në jetë janë të shumta edhe të ndryshme në të njëjtën kohë. Për shembull, nëse i nisim nga ajo periudha e lindjes edhe jetesës pak vite në Gjermani, nuk e di sa ke mba mendje në një moshë të re, qa kujton prej asaj periudha atje? Tash, nesën, atje kum lind, edhe deri në moshën 5 vjeçare, kemi jetu në Gjermani. Po tash shumë nuk mbajnë men, po e mbajnë men qerdhen, mahallën, disa shok-shoqe që i kum pas. Se fillu të flisje me gjuhën, apo... Po më nej kështu gjermanisht kun folë, po na në shpe gjithmonë kena folë Shqip, edhe nuk është që, për shembull, kur jam kthy në Kosovë, nuk është që e kum harru gjuhën ose diçka, kështu vetë që kum pas. Familja jote kur se pati si opcion vazhdimin e qëndrimit atje, u kthyet në Kosovë në vitin 2000? Po, se me tregu drejtën nuk është që jenë di qaq mirë jashtë vendit, edhe në fakt ta kanë shku para luftës, sepse unë edhe vëlla kena linda atje, jam 95 viti, po ata nuk jenë di mirë aty, edhe kur u kry lufta, ata vesh kanë dosht më kthy të vendi vetë, edhe mos me nejt ma gjatë, edhe me na rrit neve, do më thonë, Kosovë e jo jashtë vendit. Dhe besoj nuk janë pishman për këta? As pak. Po edhe unë me tregu drejtën jam shumë e lumtur që më rrit në Kosovë, se është ndryshe kur të rritet në vendin tënë. Ti ke rënje thellë?
në drenicën time, kështu që nuk do mend me që ndryshe. Pjesa tjetër të jetës, pra, pas këtimit nga Gjermania në Kosovë, u vendosët në Prishtinë, në një prej lagjeve që njihet shumë si lagje ikonike e Prishtinës, se tash po thonë prej nga vjen Dua Lipa jo me dhe. Po. Dua Lipën mahal. Po, në Breg të Diellit, të banesat e bardha, aty jam rrit edhe vazhdoj të jetoj aty. Edhe, po, aty. Ke kujtimet bukra, vazhdojnë me bajt kontakte me ata fëmijët me cilë tjerë rrit, qoftë të lagjës, apo edhe të familjarëve të tjerë, shoqëri tjetër të tjerë? Dash direkt kontakt jo, vetëm po më në shoh që jam e ngusht, pa tash për momentin jeton në Gjermani që një kohë, me të do më thonë jena rrit, edhe këndo që shok, kështu që njën mahal, që jena rrit bashk, normal që ju flas, po kështu nuk është qëri me ta. A kishin qef gjithmonë